Ulemat fjalën qad qameti salatu, namaz, kanë thonë ka dy iqametu salat. Iqametu salat, me kry namazin, me ungrit për namaz, me qu në vend namazin mrena në xhami, edhe me qu në vend namazin jashtë xhamis. Mrena në xhami ty e fal, me ruku, me sejdë, me tejat, me selam. Jashtë xhamis, duke i qëndru besnik që ati namazi jashtë të xhamis. Që ka thënë Allahu në Kur'an, inna salata tenha anil fahsha wal munkari wal bagh. Vërtet namazi të ndalon, është sebeb me të nalë nga punët e këqija, të ndytat, amoraliteti, etj. Një njeri i cili e ka kry namazin në xhami, si ka dalë pi xhamis, ka fillu gibet me bo. Ai e ka kry namazin pjesërisht, po obligimin e ka kry. Por çaj namaz nuk është bë sebeb ata që thot fjala popullore, ma thjesht, ma katonarçe. Ai e ka kry namazin, po çaj namaz nuk e ka bën njeri ata. Se ka bën njeri hala. Ai ka nevojë shumë me ndryshu, sepse namazi reflektimin përveç që duhet me pas te vetja jote në mbrana në xhami, reflektimin edhe jashtë xhamis.